Në ditën që i duhet të paraqitet në SPAK, Sali Berisha tha se do i bëj bilancin kryeprokurorit në largim Altin Dumanit. Ai nuk i kurseu kritikat dhe fyeret ndaj tij. Altin Dumani do mbahet mend si një armik i egër i pluralizmit politik, si njeriu që arrestoi në vitin elektoral për të fituar partia e tij, liderët e partive kryesore opozitare, pa asnjë fakt penal, pa asnjë akuzë si persona nën hetim, paradhanje për partinë e tij. A ka bilanc më të zi se ky që shkel kushtetutën, shkelmon ligjet, themelin e kushtetutës, pluralizmin politik, si mercenar për llogaritë e Edi Ramës. Zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK, Lodian Braho, ai e konsideron të ligjshme. Në dallim nga paraardhësi i tij, i cili e mban atë vend çdo ditë në kundërshtim me kushtetutën, u zgjon përputhje me kushtetutën sepse mori 7 vota. Sali Berisha tha se është politikani i vetëm pasuria e të cilit ka kaluar në sit për 20 vjet rresht. Kryedemokrati dhe Amar Maltesi, dhëndri i tij, janë të pandehur në procesin për dosjen Partizani. Në bashkëpunim edhe me 2 biznesmen e një notere, ata dyshohet se kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri akuzohet se ka kryer edhe pastrim parash si pasojë e privatizimit të trojeve të ish kompleksit sportiv Partizani.